Ka mban alarmi nga OBSH-ja, hipertensioni kërcënon mbi 1 miliard njerëz, vetëm 1 në 5 persona e kanë nën kontroll. Organizata Botërore e Shëndetësisë ka njoftuar një situatë alarmante për përhapjen e hipertensionit të pakontrolluar në shkallë globale, duke theksuar se kjo sëmundje prek aktualisht 1.4 miliard njerëz, ndërsa vetëm 1 në 5 persona e kanë nën kontroll. Sipas raportit të dytë global mbi hipertensionin, boshllëqet në parandalim, diagnostikim dhe trajtim janë më të theksuara në vendet me të ardhurat ulta dhe të mesme. Në shumë prej këtyre vendeve, qasja ndaj ilaçeve të rekomanduara nga OBSH-ja është e kufizuar, ndërsa infrastruktura shëndetësore dhe burimet njerëzore mbeten të pamjaftueshme. Vetëm 28% e këtyre vendeve raportojnë disponueshmëri të plotë të barnave për trajtimin e hipertensionit në sistemin e kujdesit parësor, krahasuar me 93% të vendeve me të ardhurat të larta. Hipertensioni është një ndër shkaqet kryesore të sëmundjeve kardiovaskulare, përfshirë ataku në zemër, goditjet në tru dhe sëmundjet kronike të veshkave. Organizata paralajmëron se mungesa e veprimit urgjent do të çojë në miliona vdekje të parakoshme dhe kosto të larta ekonomike, rreth 3.7 trilion dollar brenda aktiviti në vendet me të ardhura më të ulta dhe të mesme. Drejtori i përgjithshëm i OBSH-s deklaroi se vendet kanë mjetet për ta ndryshuar këtë realitet nëse investojnë në shërbime shëndetësore cilësore dhe integrojnë trajtimin e hipertensionit në kujdesin parësor. Ai nënvizoi se çdo orë humbin mbi 1000 jetë nga sëmundjet që mund të parandaloheshin. Raporti thekson se një numër vendesh po arrin përparim përmes politikave të forta shëndetësore, rritjes së ndërgjegjësimit dhe përmirësimit të qasjes në trajtim. Megjithatë, sfidat mbeten të mëdha, si nga mungesa e pajisjeve, macet të presionit të gjakut, të ilaçeve të shtrenjta, mungesa e protokolleve të trajtimit dhe dobësia e sistemeve të informacionit. OBSH apelon për reforma urgjente, mbështetje financiare dhe angazhim politik për të frenuar përhapjen e kësaj sëmundje të heshtur, e cila po shndrohet në një krizë globale të shëndetit publik.